Sot pranë hetuesisë kemi dorëzuar disa materiale të cilat i kemi marrë nga një sinjalizues anonim që prezantohet që është punëtor i komunës. Materialet kanë të bëjnë me çështjen tashmë të përfolur të skandalit të legalizimeve të palegjshme që kanë ndodhur në komunën e Prishtinës. Konkretisht tashmë tregohet qartë, përmenden emrat të bizneseve, emrat të zyrtarëve dhe shkeljet ligjore që kanë ndodhur gjatë këtij procesit legalizimit. Siç e dini, legalizimi është i rregulluar me ligjin në Kosovë, ndërkohë që objektet të cilat janë të legalizuara kanë deficite të ndryshme ligjore, duke filluar nga ato që një pjesë e tyre janë edhe në pronë publike. Pastaj kemi raste të tjera ku objektet janë ndërtuar pas vitit 2018, kur ka hyrë në fuqi ligji për trajtimin e ndërtimeve të paleje. Megjithatë, ky email përpos çështjes së legalizimeve përmban edhe një varg pretendimesh të tjera, të cilat sipas sinjalizuesit gjithmonë kanë ndodhur në komunën e Prishtinës e që kanë të bëjnë me shkelje të ndryshme ligjore, duke filluar nga transferet të shumave të mëdha që kanë ndodhur nga Kosova në Britani, në Angli, e për cilat, sipas pretenduesit, autoritetet britanike tashmë i kanë filluar hetimet, e njëjta gjë thuhet edhe për prokurorinë e Shtetit Kosovës, këtë ju mbetet juve që ta vërtetoni. Skandalin e legalizimeve nga raporti i auditimit i zyrës kombëtare të auditorit për vitin 2025, ku përmenden keqpërdorime milionëshe të buxhetit. Ne nuk mund ta ndojmë skandalin e legalizimeve as nga rasti i fundit me ndërmarrjen publike banesore, ku siç e dini 32 milion euro është saktuar gjoba që duhet ta paguajë kjo ndërmarrje disa operatorëve ekonomik privat, ndërkohë që ne kemi parë përparim Ramën i cili i bën çdo ditë nga 2-3 statuse në rrjetet sociale, po akoma nuk e ka thonë një fjalë të vetme për këtë çështje, po kur keq menaxhimit i shtohen edhe dëmet financiare, atëherë lirisht mund të themi se po bëhet plaçkitje. Pra Prishtina po plaçkitet. Po plaçkitet e sotshme e Prishtinës, duke i marrë mjete financiare, duke marrë parë nga buxheti dhe po plaçkitet edhe ardhmja e qytetarëve për shkak të kushteve dhe cilësisë së jetës të cilën jemi duke zhvilluar. Ne